Kur t'hinë banorët e xhenetit në xhenne, edhe banorët e xhehenem në xhehenem, thot Muhamedi alayhi salam, ka mos sjell vdekja në formë të dashit, i cili ka me kanë me të bardh edhe me të zezë, ma shumë ka e bardha në ngjyra tina, edhe ka me thirr një thirs, wallahu alem, prej melaike, edhe ka me ju thonë banorëve xhehenem, a e njehni këta? Thot Muhamedi alayhi salam, kanë mos gat me këshyr, edhe kanë me pa, kanë me njoft, veç e kanë pa për para, kanë me thonë po, vdekja. E ju thuhet banorëve xhenetit, a pe njehni këta? Thot Muhamedi alayhi salam, e kanë mos gjatë, e me provu me pa, edhe kanë me pa, e kanë me thonë po, vdekja. Pastaj ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka mo prej ky dash, vdekja do me thonë, edhe kam ju thonë banorëve xhenetit, por jetësi, kur s'keni me vdek. E ka me kanë gëzim shumë i madh për ta, e ka me u thonë banorëve xhehenem, por jetësi, kur s'keni me vdek. E për këta ka me kanë dënim bin dënim, për shkak se prej këto tash e din që kur nuk ka mundësi me vdek ma. Do me thonë, por jetësia bëhet e tyne, është e pashkaqshme ma për tyne, janë të përjetshëm. Pastaj e ka lezu Rasulullah alayhi salam, tërhekja vrejtjen atyne për një ditë kur veç kanë me humb, e ka me përfundu çështja për ta. Por njerëzit që nuk besojnë, tash pyetja musliman, pse vdekja në formë të dashit? Po mënona shumë shkurt, por me kanë me të metë në krye me lejen e Allahut azza wa jall. Te një historinë e Ibrahim alayhi salam me Ismail që e kallzojnë gjithë nëpër Bajrama, e një? Kur ka dasht Ibrahim alayhi salam me prej kurban djalin e tina, që ka ndodh? E ka zavendësu Allahu azza wa jall me një kurban. Kjo ka zënë që delet është kurban i joni, edhe është ushqim i joni. Për që ta lop devet, 10 edhe 10 janë ushqim i joni, është vdekja pa to. Por që ta i ka thonë Allahu azza wa jall Nuhit alayhi salam, prej që cilit qift ka 2, themenjet e ezwaj, këto për thamë për ata që njohen fen, 4 qiftet, gjithsesi, për shkak se baza e jetës tonë. Po besoj që ka e qartë, ka shumë mu thonë rrëthsojna, mirë po me këta besoj që e kuptove, pse dash? Pse dash? Për këti hadithi o musliman e kupton që Rasulullah a.s. nuk ka fol prej hamendjes, ka fol prej asana që e ka mësu Allahu azza wa jall. Për ndryshe nuk ka njeri e cili thot këta, përveç Rasulullah a.s. E lusëm Allahu azza wa jall na bëj prej muslimanët mirë.